Përshëndetje nga sofra shqiptare, kam sjell mënyrën se si përgatis unë tamolores tradicional, të cilës i shtoj dhe çokoladë bardhë, bëhet shumë i shishëm, besoj se kam ju pëlqyer kur ta shihni videon në vazhdim. Filloj me përgatitjen e tamolorisit. Në fillim marrim orisin, e pastrojmë, e lajmë dhe kalojmë në një kullojse dhe lajmë që të kullohet mirë. Unë këtu kam një gotë e gjysmë me oriz, gota të çajit nga 110 ml. Ju mund të dyfishoni, trefishoni masat, i shtojmë në një tenxhere të llojit që nuk zeh. Dhe tek orizi shtojna 4 gota të njëjta, me cilën kanë bërë mbatjen e orizit me ujë. Dhe në temperaturë mesatare e zim orizin duke përzier vazhdimisht derisa të shterë rreth uji. Pra përzierja patjetër duhet bëhet vazhdimisht dhe temperatura nuk guxon që të jetë e lartë. Uji i orizit është shterur pothuajse mjaftueshëm. Kam përzier vazhdimisht dhe shumë e rëndësishme është që tenxherja të jetë lloji që nuk nxeh. Ta shtojna pak krip, dikon me majë gishta shkrip shtojna. Dhe ja shtojna qumshtin. Qumsht gjithsej të shtoj 1 litër, për këto masa të orizit është mjaftueshëm. Tash e përzina masën. Dhe në temperaturë të ulët do e zim tamolorizin për 1 orë duke e përzier her pas here. Kam zier tamolorizin mjaftueshëm, tash ja shtoj 100 gram me çokoladë të bardhë, çokoladë qumshti. Mund t'i shtoni edhe çokoladë për gatim, po me çokoladë qumshti do del shumë më e mirë. Dhe ja shtojna më shumë se gjysmë gote me sheqer, gota është 200 ml, ose mund t'i shtoni sheqer sipas dëshirës. E përzim kështu masën dhe në të njëjtën temperaturë e zim dhe për 10 minuta tjera. E kam zier dhe për 10 minuta tjera masën, shtrashur mjaftueshëm, ka një aromë jashtëzakonisht të mirë. Tash masa është gati që të largohet nga zjarri. Dhe e kalojmë në përinët ku do bëjmë dhe servimin. Duhet patjetër masa të jetë e nxehtë kur kalohet në përinë, sepse kur të ftohet e merr formën e enës dhe nuk mund që ta kaloj. Kështu të nxehtë e kaloj, unë kam zgjedh këto gota. Ju mund ta kaloni në çfarë do lloj enësh. Ka një aromë jashtëzakonisht të mirë. Kështu në këtë mënyrë i mbushim gjithë enët. Nga ajo mos kam fitu 6 pjata tilla. Tash i lojmë që të ftohen mirë. Në frigorifer tek vllati i lojmë që të qëndrojnë për 1 natë. Sa më gjatë që të qëndrojnë që të ftohen, aq më të mira do dalin. Pas 1 nate që kanë qëndruar në frigorifer, tamolorizat janë gati për konsumim. Janë bën kështu, gjithë rrudha, kur të bëhen kështu, tamolorizi ka dalë shumë i mirë. Tash bëjna dekorin. Dekorin unë do e bëj me pak fëstëk në fillim. Ju mund t'i konsumoni kështu siç janë, mund që t'i hedhni sipër kokos, varet nga dëshira juaj se si doni t'ja bëni dekorin. Unë pak do i dekoroj kështu që të marrë një pamje të bukur. Dhe ju vendosi kështu çokoladë të bardhë nga njëra anë. Vërtet mori një pamje shumë të bukur.
dhe nga një karanfil të thotë. Ja vendosim për aromën dhe dekor. Dhe tamolorizi është gati për konsumim. Ta largojmë pak dhe ta shihni se si ka dalë. Vërtet ka dalë shumë i mirë. Gjithë ju motra që përgatisni në këtë mënyrë tamoloriz ju bëft mirë. Ju lutem këtë video ta ndani tek miqët dhe shokët tuaj. Mirëmbëjtje nga sofra shqiptare deri në recetën e radhës.